Përshëndetje, në këto zgjedhje ka dy alternativa. E para, jemi ne, numri 1, Partia Demokratike, që premtojmë se nuk do të ketë asnjë pension nën 200 euro dhe që çdo pension do të rritet me 20%. Ne jemi të vendosur që paga mesatare e shqiptarëve të jetë 1200 euro, paga minimale 500 euro dhe minimumi jetik 200 euro. Ne do të ulim çmimin e energjisë elektrike nga 23 lek për kilovat që është sot në 7 lek për kilovat. Ne do të japim fund një herë mirë taksimit të çmendur progresiv dhe do të rikthejmë taksën e shesht, një histori suksesi. Do të krijojmë markën Made in Albania, do të subvencionojmë çdo fidan, çdo bagti dhe do të ulim çmimin e naftës. Do të ftojmë shqiptarët që e kanë lënë këtë vend të kthehen dhe të investojnë në vendin e tyre, sepse për ta taksat për 5 vitet e para do të jenë 0. Ndërkohë, alternativa tjetër është Edi Rama, i cili prej 12 vitesh është i zhytur thellë në batakun e krimit, korrupsionit dhe dështimit. Sot ai del paturpsisht para shqiptarëve dhe ju kërkon atyre mandatin e 4. Ndërkohë që në Burg ka 2 ekipe futbolli me ministra, zëvendësministra edhe bashkëpunëtor të tij të afërt. Ky është një kryeministër që pasi dëboi 1.1 milion shqiptar nga vendi i vet, sot këta që kanë mbetur këtu i quhen çryk, fyen gratë edhe vajzat, fyen fëmijët autik, i kërkon rinis të kontrolloj në internet për fotot e tij lakuriq dhe ikën duke mos harruar të bëj premtimin e tij për pasaportën europiane. Edvin, ti je një mjeran i rrojitur, që në 11 maj shqiptarët, kudo që janë, do të tregojnë vendin dhe do t'i tregojnë botës se ata nuk lejojnë askënd të tallë dhe të përçmojë dinjitetin dhe vendin e tyre. Zgjedhja, siç e shikoni, është e thjeshtë. Shihemi në punë.